Me njëherë pas edhe si temi kur jemi afër datës së zgjedhjes së presidentit që edhe Ramush Haradinaj tjetë një figurë e cila konsiderohet e duhur për të qenë president i Kosovës. Tani nuk jemi në gjendje ta them se motivin e zotit Haradinaj që... Ai tha që nuk është bërë për këtë, por që po të ketë kërkesë edhe mund ta shqyrtojnë, sepse duhet një marrëveshje. Zoti Haradinaj është një politikan i jashtëzakonshëm që ka dhënë shumë për Kosovën, te duhet thënë. Dy herë është ftuar, u ka bërë ballë atyre betejave, ka qenë 2 herë kryeministër dhe ka përvojë dhe gatishmëria e tij për të vënë sërish në postin e presidentit është gjëja më normale, mendoj që është njëri nga kandidatët, pse jo do të thotë. Por me duhet të them që zgjedhjen e presidentit ose presidentes e shoh shumë problematike dhe madje nuk përjashtoj mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk kemi një klasë politike e cila është që ka prirje për kompromise,